Ekskluzivisht në ekranin e televizionit 6+1 Vlora dhe për herë të parë në Vlorë, prefektët e qarkut janë bashkuar në një studio të vetme televizive. Ngjarja e veçantë u transmetua të njëjtën mbrëma në emisionin Fokus, në drejtimin e gazetarit Ermal Sika, duke sjellë për publikun një bisedë të rrallë mbi institucionin, historinë dhe sfidat e prefekturës së Vlorës. Të pranishëm në panel ishin prefektja aktuale Evi Sallushi dhe ish prefektët Dorote Ekonomi, Etjona Hoxha, si dhe Flamur Mamaj, të cilën ndanë më shumë se një shekull histori, perspektiva dhe eksperienca të akumuluara në këtë detyrë të rëndësishme të qeverisjes në territor. Diskutimi nisi me një rikthim në kohë, tek fillimet e institucionit të prefektit në Vlorë, te roli i tij në vitet e para dhe tek mënyra se si kanë evoluar funksionet e prefekturës ndër dekada. Të ftuarit folën edhe për periudhën e sistemit komunist, ku prefektura u transformua në strukturë të komitetit ekzekutiv, si dhe për ndryshimet që solli tranzicionit demokratik dhe qeverisjet e mëvonshme. Në qendër të bisedës ishin edhe marrëdhëniet e këtij institucioni me pushtetin vendor dhe me ministritë qendrore, një balans që sipas të ftuarve ka ndryshuar në mënyrë të ndjeshme me kalimin e viteve. 4 drejtuesit ndanë përvojat e tyre personale në krye të prefekturës nga momenti kur morën detyrën te gjendja e institucionit në atë kohë, objektivat e para të mandatit, si dhe sfidat që u deshën të përballnin. Ata treguan për bashkëpunimin me administratën, rolin e prefektit si urlitëse mes qeverisë dhe pushtetit vendor, si dhe për situatat emergjente që u kanë testuar aftësitë dhe përgjegjësitë. Nuk munguan as reflektimet personale, çfarë do të ndryshonin po të ktheheshin pas, cilat kanë qenë momentet më të vështira, por dhe ato më të bukura në ushtrimin e detyrës. Në pjesën përmbyllëse, debati u përqendrua tek prefektura e sotme dhe ardhmja e saj. Të ftuarit ndanë mendimet e tyre për forcimin e mëtejshëm të institucionit, nevojën për përmirësimin në strukturë, në kompetenca, si dhe në burimet njerëzore. U diskutua edhe hapja ndaj qytetarëve, si dhe mënyra se si prefektura perceptohet nga publiku sot. Prefekti Allushi foli për objektivat që po ndjek institucioni në drejtimin e saj, një diskutim i thelluar, historik dhe aktual njëherazi, që për herë të parë mblodhi së bashku drejtuesit e prefekturës së Vlorës, vetëm në televizionin 6+1 Vlora, në emisionin Fokus, të drejtuar nga gazetari Ermal Sika.